Mirëmëngjes, jemi rikthyer në Radio Kombëtare Club FM dhe siç e premtuam pak më parë, jemi në studio me Viserga. Mirëmëngjes, jemi shumë të lumtur që të kemi. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën. Atëherë do flasim për librin e saj më të ri që vjen në fakt është botimi i tretë që bën Evisi dhe është gati, po mund ta themi edhe për panajir, mund ta shikoni. Shënime, motive të përsëritura dashurisë. Janë disa shënime të bukura që ka krijuar Evisi dhe mezi për skica letrare. Ti themi pak kështu? Po, skica letrare. Skica letrare më pëlqen shumë si terminologji. Flasim pak për librin tënd të ri Evisi, kur është shkruar fillimisht? Ndonjëherë janë disa të arkivuar aty në sirtar, dalin më vonë. Si është? Libri nuk shkruhet kështu brenda natës. Libri do një farë kohe, do një vit, do 2, do 3, do 15, varet nga personi që e shkruan. Unë për këtë libër kam punuar për një periudhë rreth 2 apo 3 vjeçare. Është në natyrën time të shkruaj shkurt dhe të flas gjatë. Janë skica të shkurtra të cilat na përfaqësojnë. Ose më saktë përfaqësojnë brezin që unë i përkas, dhe tregime të cilat janë ashtu siç quhen në anglisht fiction, tregime me personazhe të trilluar, por që gjithsesi kanë të vërtetat e tyre brenda. Unë jam një autore që shkruaj në mënyrë sarkastike, më pëlqen sarkazma, ironia, se përmes saj mund të sjell gjëra që janë interesante për mendimin tim gjithmonë. Është një libër i ndarë në 2 pjesë. Pjesën e parë, të cilën e kemi titulluar Motive Shqipërie, është një pjesë që flet për Shqipërinë dhe për të gjitha ato traditat tona të haruara ose të paharuara. Dhe pjesa e dytë është flet për Kairon dhe përvojën time në vitet 90 në Kairo. Një qytet gjigant, 17 milion banor. Atje ku dhe keni studiuar apo jo? Aty kam studiuar për letërsi angleze. Si, më qenë se është ndarë në 2 pjesë libri, çfarë ngjyre i vendosim pjesës parë dhe çfarë ngjyre i vendosim pjesës së dytë? Ose energji. Mos ta ngatro me ngjyrat, lutem, se ose energji që ka. Do më dash lexuesit. Energjia është gjithmonë energjia që ti gjen, është e qetë kur ti je pret të lexosh diçka të qetë, është e thellë, e blu e thellë, kur ti pret të kesh diçka të trazuar, është e kuqe kur afrohet nëntori që vijnë festat, dhe pastaj vjen kur vjen janari, bie ai ritmi, rritet pastaj prap në pranver. Pra është një përkthyes edhe autores tinësh. E gjithë libri është në këtë trajt. E bukur. Evisi është marrë për diskutim nga eksperjencat e tua, nga jeta jote. Patjetër. Folëm mbrapa mikrofonit dhe më bëri shumë përshtypje në fakt, folëm për vetmin, folëm disi në thelb për vetmin dhe mendoj që është një nga ato gjërat që lëshojnë të gjithë secili. Që prek më shumë mendoj njerëzit sot. Trishtimi më i madh është që njerëzit nuk e shprehin këtë vetmin. Dhe ndoshta ajo është edhe shmësuar njeriu me vetmin. Po vetmia është mund të jetë, nuk ka nevojë të jesh i moshuar që të jesh i vetmuar. Mund të jesh i ri dhe të jesh i vetmuar. Madje kjo është fatkeqësia më e madhe. Rrjetet sociale për mendimin tim na izolojnë gjithmonë më tepër. Përveç punës lavdëruar të themi në thonjza që bëjnë që na mbajnë të lidhur, sepse na mbajnë të lidhur. Edhe sot njerëzit do na dëgjojnë përmes rrjeteve sociale, është një mesoj një element i rëndësishëm. Po, ndër të tjera. Por mendoj që vetmia ajo është shtuar, njerëzit janë më të thatë. Dhe unë përmes këtij libri hedh pak ujë në atë. Të përdor atë figurën time letrare. Cilat janë pritshmëritë tua Evis në këtë botim të ri? Pritshmëritë mia janë që libri të lexohet. Lexohet, domethënë njerëzit kanë mundësi që përmes librit tim t'ju vijë një buzëqeshje, të ndjejnë veten më pak të vetmuar, të ndjejnë veten të mësojnë pak dhe për të kaluarën. E kaluara nuk është ajo që na vjen përmes politikës gjithmonë dhe përmes historisë. Normal. Është një e kaluara ndoshta e deformuar ajo që na vjen përmes politikës. Brezi i ri nuk ka interes as për politikën, as për letërsinë, as për historinë në pjesën më të madhe, kështu që unë përmes këtyre skicave të shkurtra synoj që të spaku të bëj të kthejnë ca flet edhe brezin e ri.
sepse lexuesit e afirmuar tashmë janë ata që e blen e dëshirojnë vet librin, shpresoj që ta lexojnë. Ndërkohë mund ta gjejnë në të gjitha libraritë, ka filluar shitja, ndërkohë do të kemi gjithashtu dhe panajirin e librit, i cili do të zhvillohet në fakt datat edhe një revistë për 12-16 nëntor. Kujdes në rrjete të ndryshme sepse gjetëm një gabim për sa i përket datave, kujdes, pra datat e sakta janë datat që përmendi. 12 dhe 16 nëntor. Sa e vështirë është Evis që të mbjetosh në botën e shkrimtarëve shqiptar. Është një luftë e heshtur që ekziston midis shkrimtarëve shqiptar për të vendosur, po themi, dhe për të vendosur qoftë në bibliotekën e njerëzve, qoftë në mendjen e njerëzve, që është akoma më e rëndësishme se vendosja, sepse në mendjen e njerëzve do të vendosesh përmes asaj që ti shkruan dhe sa të lexojnë ata njerëzit që ke fillimisht në Facebook, sepse unë kështu e kam nisur historinë time përmes Facebookut. Më pas përmes një gazete në të cilën shkruaj dhe kisha blogun tim. Mendoj që njerëzit, ata që i tërheq letërsia, patjetër që vinë vetë dhe i kërkojnë librin. Kurse të tjerët do t'i tërheqin përmes kopertinës, për shembull. Do t'i tërheqin përmes atyre promovimeve të ndryshme që bëjmë të librit. Nuk është kollaj që nuk është kollaj. Njeriu shkruan një lloj siç bën dhe drekën, do shkruash, nëse ti e do atë gjë. Po, nëse është një gjë që vjen natyrshëm, nuk është se unë ulem dhe them çfarë do shkruaj sot. Jo, sigurisht, është organike. Është një gjë që vjen, mund të shkruash për ditë, e mira është të shkruash për ditë, unë përgjithsisht shkruaj për ditë. Domethënë këto janë gjërat që ty të ndihmojnë për ta sjellë. Se gjatë shkrimit vjen edhe diçka, një ide tjetër, një ndjesi tjetër. Më shumë gjatë lëvizjes, më shumë gjatë takimit me njerëzve, unë frymëzohem shumë nga njerëzit nga Tirana. Është unë nuk të ndroj Tiranën me asgjë, është qyteti që kam lindur, është qyteti që më frymëzon, dhe sigurisht që kam gjithë miqësitë e mia dhe por autorët sot janë të kurrur për faktin sepse edhe botimi kërkon një financim të konsiderueshëm. Dhe nuk thet pastaj gjithë. Ndoshta jo varet marketingu, varet PR-i. Jo, nuk duhet të jesh fakt një njeri ose interesant ose i medias që të kesh një mundësi për të shitur librin. Kurse njerëzit e tjerë duhet që të përpiqen. Është vërtet në fakt sepse ka shumë autor, shkrimtar, qoftë bashkohës tanë, të cilët kanë edhe një jehon. Le të themi për shembull, njëri prej autorëve mund të jetë që sepse ky ka histori konspirative, janë gjysma të vërteta, gjysma të rreme, etj. Dhe ndërkohë mendon që këto lloj qasjesh qoftë me shkollat e mesme, qoftë me akademitë e ndryshme, me universitetet e ndryshme, takimet me autorët duhet të bërë më të shpeshta për të arritur ka shpibotuese që i bëjnë këto. Ka shpibotuese që i bëjnë këto takimet me të rinjt, fatkeqësisht të rinjt, unë në fakt nuk më takon ta përsëris, por letërsinë nuk e kanë shumë, nuk është një gjë që e ndjekin shumë, janë të tërhequr pas rrjeteve sociale. Pra preferojnë të tjera gjëra. Dhe koha për të cilën unë shkruaj, ju tingëllon si koha e Skënderbeut. Domethënë është një kohë që nuk e njohin dhe e marrin ndoshta dhe shabllon siç ju vjen nëpër shtëpitë e tyre. Pra është një kohë e lidhur shumë me skishim. Po ky është një faj i përbashkët, se nuk është vetëm i adoleshentëve, është i prindërve, është i mësuesve, është i sistemit shkollor, domethënë nuk është se duhet fajsojmë vetëm adoleshentët për këtë pjesë. Jo, adoleshentët përkundrazi po i përqafojmë, aq sa mundemi të përqafojmë për këtë gjë, por me letërsinë dhe me shkollën në përgjithësi, ne të gjithë dhe duhet jemi vetëm të verbër të themi që nuk është një zinxhir problematike, është edhe një epokë tjetër, ndoshta kalimtare. Po. Të shpresojmë që është kalimtare. Unë mendoj që letërsia duhet, domethënë, sidomos kjo letërsi të cilë përmes të cilës ti mund të mësosh diçka, qoftë edhe për prindërit e tu, nga aspekti historik, nga jeta që kanë ata që kanë bërë, mendoj që do ishte me interes. Rikujtojmë edhe një herë titullin. Motivet përsëritura dashurish, së shpejti do të gjendet edhe në panajirin e librit, përveç se mund ta gjeni në të gjitha libraritë. Ndërkohë, e fundit Evis, një nga gjërat që unë kam bindje personale është që në momentin që ti ndan një histori personale tënde, është gjithmonë sido që të jetë barriera, të jetë adoleshent, të jetë i fiksuar pas rrjeteve sociale, në momentin që ti ndan një histori personale, do të shkosh, do të depërtosh tek tjetri, dhe jam shumë i lumtur që ky libër është i përbërë qoftë nga skica personale, qoftë nga imazhe personale, nga përjetime personale dhe mbi të gjitha për të luftuar atë që sapo tham që të rinjtë kanë problem letërsinë, të ulën dhe të lexojnë. Ky libër, ndryshe nga të tjerët, ka skica të ndryshme, pra u mërzitë me njërin, mund të kalosh tek tjetra, tek tjetra, tek tjetra. Janë mua më duken argëtuese ndonjëherë edhe kur po e lexoja librin
po shikoja titujt më sakt, më vinte për të qeshur se e kam parasysh edhe personazhin, kam parasysh edhe historitë. Kjo është ajo që unë dua të shkaktoj. Domethënë, përmes historisë të krijoj një humor më të mirë. Pra një mood që quhet tani ose një different vibe. Pra të ndryshoj humorin, sigurisht që nuk është ky qëllimi i njeriu që shkruan, që të ndryshoj humorin e lexuesit, por titulli i librit për shembull, për të cilin më është dashur një farë kohe, është përpjekja më e madhe për një autor të vër titullin, sidomos kur ka skica dhe tregime. Zakonisht në fund vendoset titulli. Në fund dhe më është dashur një përpjekje e madhe sepse nuk doja që të bija në përsëritje dhe prandaj dhe vendosa përsëritjen në titull. Gjithashtu dhe fjalia e parë besoj është e tmerrshme për autorin për ta nisur. Virginia Woolf rrinte me ore me ditë të tëra për të kërkon një konsult për të sjell këto gjërat e përsëritura dhe është i përsëritur sepse gjithçka në jetë është e përsëritur. Na duket sikur s'është, po e përsëritur është. Dhe dashuritë nuk kemi vetëm një dashuri, shpresoj. Po janë edhe në shumë. Shumë suksese. Faleminderit. Sigurisht edhe herë në Panajir mund ta takoni besoj. Motive të përsëritura dashurish, siç e tha dhe Visi, çdo gjë është e përsëritur, por çdo gjë është unike. Edhe unë do jem e përsëritur në Panajir çdo ditë aty për të dhënë aty do të qëndrosh. Faleminderit shumë. Faleminderit.